Kolektori kryesor i qytetit të Shkodrës që kalon pas godinës së prokurorisë dhe ish gjykatës së apelit paraqet një gjendje të rëndë për sa i përket mbeturinave të shumta dhe ujrave të zeza. Pavarësisht ndërhyrjes për pastrim që u bë disa muaj më parë nga bashkia, gjithçka këtu i ngjan një pellgu me ujra të zeza, një vatre të rrezikshme për shëndetin publik, sidomos me rritjen e temperaturave. Pamjet filmike e tregojnë mjaft qartë të situatë, ndaj si Bashkia Shkodër ashtu edhe shërbimi epidemiologjik kërkohet që ta kenë këtë zonë në qendër të vëmendjes për dezinfektim dhe dezinsektim, me qëllim parandalimin e rrezikut për shëndetin e njerëzve. Prej më shumë se 25 vitesh, ky kolektor ndodhet në këtë gjendje pasi edhe kur u ndërtua nuk u konceptua teknikisht siç kërkohet për objekte të tilla, duke u lënë i hapur në një gjatësi mbi 500 metra deri në ujrat e liçenit të Shkodrës. Shpresohet që kjo situatë riparohet të paktën me investimet që priten në kuadër të projektit rregullues për hyrjen e qytetit të Shkodrës. Ndërkohë, përveç rrezikut si vatër epidemieve, ndodhja e tij në hyrje të bypassit të Shkodrës dëmton ndjeshëm edhe imazhin e qytetit, përkundër asaj që Shkodra meriton si një destinacion tashmë shumë i njohur turistik. Barakat dhe mbetit e tjera të lëna pas largimit të komunitetit rom në këtë zonë paraqesin një pamje alarmante në prag të sezonit veror turistik, pastrimi i të cilave është i domosdoshëm të kryhet sa më parë.